Ka ardhur koha të jemi më të organizuar në tregti, në mënyrë që trotuaret të marrin funksionin e tyre real. Pavarësisht gjobave të marra, njerëzit vazhdojnë të bëjnë tregti në trotuar. Për të shmangur penalizimeve të tjera, drejtuesit e bashkisë i ftojnë të vendosen në ambientet e përcaktuara. Ne kemi disa ditë që pa vazhdojmë këtë punë, por përsëri shohim që qytetarët të ndryshëm vazhdojnë aktivitetin e tyre privat në mënyrë të kontralishme duke zavtuar hapësirat publike. U bëj thirrje edhe një herë duke shfrytzuar edhe kamerat që çdo person që merr përsipër që të tregtojë në mënyrë të palishme, të mos tregtojë në këto rrugica, të mos tregtojë nëpër trotuare, por të gjejë vendin e duhur atje ku është caktuar, ku është tregu, nga bashkia i caktuar ose nga mini bashkia. Ishte qëllimi një aksioni të policisë bashkiake në zonën e Don Boskos. Tregtarëve të palishëm, të frutaperimeve apo edhe të veshjeve u desh të përballen me policinë bashkiake. Rastet që sot ne i kemi konstatuar të përsëritura, ne u kemi konfiskuar edhe mallin e tyre, përveç gjobave apo masave administrative që kemi marrë ndaj subjekteve të tjera që nuk janë rastet përsëritura. Përfaqësuesit e bashkisë vlerësojnë se tregtarëve abuziv në të gjitha trotuaret do të sekuestrohet malli dhe për përsëritësit do të ketë gjoba.